Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më interesante në fakt që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe jashtë asaj. Dasma ka krijuar një pikpyetje të madhe. Ka vënë në pikpyetje marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Shumica flasin që Brikena nuk e do Mateon, Brikena nuk e ndjen Mateon, sepse ajo nuk dëshiron që të jetë e përfshirë në këtë dasëm, e femër që e do, domethënë mashkullin që ka në krah, me patjetër do ta pranonte këtë dasëm. Tani, që Brikena është natyrë që të lodh, që Brikena është natyrë që që të shkatron emocionalisht, kjo gjë është më së e dukshme. Është personazhi i tillë, domethënë është fenomeni i tillë që të lodhë shpirtërisht, por nuk e mendoj që Brikena nuk e ndjen edhe nuk e do. Frika e madhe që unë shoh te Brikena është se si Brikena komentohet jashtë, se çfarë thuhet për Brikenën jashtë dhe si perceptohen gjërat jashtë shtëpisë së Big Brotherit në raport me saj edhe Mateos. Dhe mendoj, duke e patur faktin që dikur familja ka pas bërë problem në këtë marrëdhënie, mendoj që Brikena akoma nuk e ka pastruar veten e saj nga këto emocionet se çfarë mendohet jashtë për mua, çfarë flitet jashtë për mua dhe si qëndroj unë jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Duke qenë se ajo pati një respekt jashtëzakonshëm ndaj nënës së Mateos, aty e kuptova që ajo që është në Big Brother me atë që Brikena e ndjen në zemër, as pak nuk është e vërtet. Tani, po të mos ta deshte Brikena Mateon, nuk i shkonte mbrëmë afër që ta përqafon, të mundohet t'i dhuroj pozitivitet, të mundohet t'i dhuroj energji të mirë, të mundohet t'i dhuroj ngrohtësi shpirtërore etj etj. Por ajo në çdo mënyrë mundohet t'i dhuroj vëmendjen Mateos. Arsyeja pse nuk e bën dasmën Brikena, mendoj unë, është që nuk dëshiron që gjën të cilën e ka ndërtuar me Mateon, emocionin të cilën e ka ndërtuar me Mateon, ta përdorën për klikime, ta përdorën për interesin e saj, ta përdorën për lojën e saj. Dhe mendoj që Brikena në asnjë lloj mënyre nuk e toleron produksionin që nëpërmjet Mateos edhe nëpërmjet saj të marrin klikime. Domethënë, me aq sa unë kam arritur ta kuptoj këtë gjën e saj e ruan me shumë fanatizëm. Dhe mendoj që ka krijuar një bindje, sepse ato të dy janë aty brenda dhe nëpërmjet mimikave, nëpërmjet qëndrimeve, arrin edhe ti shohin, domethënë arrin edhe të marrin atë pikpyetje në një farë mënyre se si qëndron lidhja edhe jashtë. Unë e shoh që Brikena, domethënë është e bindur që Mateo e do jashtëzakonisht shumë, edhe normalisht gjën që ato duan ta finalizojnë, me sa unë e kuptoj, Brikena do ta bën jashtë këtyre mureve, domethënë brenda në shtëpinë e Big Brotherit dëshiron të qëndron si një banore, ndërsa jashtë këtyre mureve dëshiron që të finalizon dhe të ndërton ndjesinë e saj. Por jo që Brikena po e ofendon Mateon në këtë pikë. Unë e kuptoj që ai që do të jetë çifti, do të jetë më i privilegjuari, do të ketë të gjithë suportin e mundshëm, domethënë reklamën e madhe dhe unë jam i bindur që produksioni Brikenën dhe Mateon do ta nxjerrë më të votuar nga publiku, për këtë gjë jam shumë i bindur, por ma merr mendja që Brikena nuk do të pranon në asnjë lloj mënyre për shumë arsye, sepse edhe mbrëm në fakt kur përfliteshte dasma në verandë që Selin është shumë atraktive, është shumë gati rreth këtij rrugtimi, dëshironte që të mos përfshihet shumë, domethënë Brikena, sepse shikoj që nuk e ndjen veten gati në këtë raport.